Gazetari i La Repubblica Marco Carta, një prej reporterëve më të njohur të kronikës në rajonin e Romës, ka 48 orë që publikon detaje nga hetimet mbi atentatin me bombë dhe makinës së gazetarit të famshëm Sigfrido Ranucci, drejtuesit të emisionit investigativ Report në Rai 3, i njohur për ekspozimin e mafias dhe korrupsionit në Itali. Sipas kronikave të Kartës, të bazuara në burimet antimafias italiane, në atentat mund të ketë dorë Altin Sinomati dhe grupi i tij i njohur si klani i Vlorës në mafian romane. Hetimet janë në fazë fillestare, por pritet që në ditët e ardhshme të ketë zhvillime të reja. Pikpyetja e madhe që po ngrihet është pse mafia shqiptare do të ndërmerrte një akt kaq të rrezikshëm, që zakonisht përbën vijën e kuqe të çdo grupi të organizuar. Mafia nuk vë bomba ndaj gazetarëve vetëm për inat apo hakmarrje. Një atentat ndaj një gazetari kryhet ose për të mbyllur gojën e një të penduari, ose për të mbrojtur interesa që prekin nivelet më të larta të pushtetit. Historia e krimit të organizuar e konfirmon këtë logjik. Gazetari holandez Peter R. de Vries u vra në vitin 2022 nga Mokromafia, pasi po ndihmonte juridikisht një të penduar të grupit. Në Itali, gazetarë si Giuseppe Fava dhe Nino Pecorelli u vranë për investigime që prekën bosët e Cosa Nostra dhe lidhjet e saj me politikën. Edhe atentati i vitit 1992 ndaj Maurizio Costanzos, që ftonte shpesh në studio prokurorin Giovanni Falcone, u zbulua më vonë si pjesë e negociatave të fsheta midis mafjes dhe segmenteve të qeverisë italiane. Në këtë kuptim, atentati ndaj Sigfrido Ranucci është një veprim që dëmton drejt për drejt mafien shqiptare në Itali, pasi ekspozon grupet dhe sjell kundër veprim të fortë nga shteti. Një akt i tillë kryhet ose në moment dëshpërimi ekstrem, ose me porosi nga lart, pra nga interesa politike që kërkojnë ta mbyllin gojën e një gazetari që di shumë. Sipas La Repubblica, hetimet për atentatin do të zgjerohen gjatë ditëve në vijim dhe pritet të publikohen të dhëna të tjera për aktivitetin e klanit të Vlorës në Rom. Ky grup, sipas autorit dhe gazetarit të njohur Roberto Saviano, është një nga më të fuqishmit në kryeqytetin italian, duke kontrolluar tregtinë e kokainës me shumicë dhe pakicë, një rrjet që operon si franchise e Ndrangheta Calabrese. Emisioni Reporti i Ranucci i ka kushtuar kohë të madhe investigimeve për mafien shqiptare dhe lidhjet e saj me politikën në Shqipëri. Pikërisht nga Report kanë dalë intervistat e bujshme me Arben Ametajn, si dhe dokumente komprometuese për Edi Ramën dhe qeverinë shqiptare. Në sezonin e ri të emisionit, pritet të transmetohen materiale të reja mbi pastrimin e parave të mafias shqiptare në ekonominë e Tiranës, bazuar në burime nga policia, shërbime sekrete dhe drejtësia italiane. Prandaj pyetja që po shtrojnë hetuesit në Rom është e drejtë për drejtë. Kush e urdhëroi Altin Sinomatin? Nëse përgjigja çon për te Italisë, drejt politikës së Tiranës, atëherë ajo që duket si një atentat mafioz mund të kthehet në një bombë me neutron për pushtetin shqiptar. Hetimet sapo kanë filluar dhe ajo që pritet mund të trondisë më shumë se një kryeqytet.